duke veshur, shikon edhe atje disa firunj me kësulhunj që mbulohen me flamunj, si majmunj, do dalësh vetra, dhe do dalë një 61 vjeçar, mosha ime atje, për të përplasur me këte, se nuk ishte rrugë tjetër, nuk mund t'i lësh të tillë njerëz, zotëri nderuar gazetarë dhe ju, zonjë zotërin që na ndiqni në anën tjetër, të tillë njerëz paguhen nga jashtë. Paguhen për të bërë një protestë sa për të larë gojen, që të thonë u bë protestë, paguan Athina, paguan Beogradi, paguan Moska, paguan dhe të tjerë, u bë diçka në Tiranë, thonë ata, bën një di foto, hajde, edhe japin dhe një lajm kush e di se ku. Por, ata vazhdojnë me mënyrën e Bubkës, pa e sjell prap Sergej Bubkën në këtu, i e kalon të çdo vit nga 1 centimetër dhe hanë bukë edhe këta që shikoni ju, që s'dinë, këta të shkretët që shikoni ju, këta sulhunj që mbushën, që ta firunj, që sulhunj, që mbulohen me flamunj, këta nuk e dinë se kush është nga pas dhe kush i paguan dhe çfarë dëmi i bëjnë vendi. Edhe hanë ditë për ditë nga 1 centimetër, ose vit për vit nga 1 centimetër e thinë rekordin. E përmirësoj thonë rekordin, Hasani, Hiseni, Sula, Leshi, Spiro, e bëjnë nga 1 centimetër, e keqja vjen aty ngelet, sepse nuk duan që ta thynë rekordin një herë mirë. Tani me Belerin ata, që shikoni ju, nuk kam se t'i dalim, se kam baruar punë me Belerin unë. Tani duhet të merren me diçka tjetër. Mirë po ata janë mësuar nga pak sa për të qujtur kolla në punë, edhe Leshin e protestë, po e zemë atë, ose Dilaverin e protestë, në vend të tyre, thash edhe një herë, dalin aty firunj, kësulhunj, mbështillen me flamunj, për të marrë ndriçim nga flamuri, e bëjnë e dini, duhet të se jeni gazetar, e marrin atë flamurin dhe e bëjnë dhe pis. Se e flamuri është simbol kombëtar dhe simbolet e tjera kombëtare. Nuk është për të veshur, as për qylat, as për kostum, as për gjë tjetër. Jo. Ai është bërë për të mbajtur në dorë kur shkon në luftë. Flamuri mbahet në dorë, ai që ka flamurin, është flamurtari, bajraktari, flamurtari, ai që prim përpara, ka bajrakun, ka flamurin në dorë, edhe prim përpara në luftë. Dhe prapë se prapë, edhe dami mund të bëhet pa i duhet ketë flamurin në dorë dhe kur rëzohet një bie ki e merë tjetri. Jo të veshësh flamurin atje të veshësh për fustan. Edhe sepse e duan për të marrë shkëlqim nga simbolet kombëtare, si strehe fundit e Maskaravikut dhe poshtërsisë e horrave, e thonë dhe është thënë nga menjët të ndritur është patriotizmi, shfrytëzojnë simbolet e tilla patriotike për të dhënë pak ndriçim vetvetes. Po ke dalë 1000 herë, në protestë, më do Belerin ke dalë 100 herë, 200 herë, po nuk bërë gjë, lere hik në shtëpi, të dalë dikush tjetër. Mirë po janë bërë dhe këta protestuesit si punë e politikanëve. Nuk ikin, sa që s'ka edhe zgjedhje, jam shoqat thote, kur i shikon Morini në një protestë, unë pak protesta ka marrë pjesë në ta, shqyr, se edhe s'me bie me ta. Kur i shikon se si hahen me njëri tjetrin shoqatat, se ndësajt e pranisë atje kanë për të paguar. I shikon shoqatat, sindikatat dhe këta si hahen, si grinden, si qenë me njëri tjetrin, e atëherë s'të bëhet të vesh në protestë. Duke parë këto gjëra, unë kam dalë atje vetëm. Kam dalë vetëm dhe jam përpjekur, pse të mos e them, pse ta fshe, jam përpjekur që të vazhdoj atë protestën, që nuk ka asnjë vlerë. Se në qoftë se je mercenar, nuk mund të quhesh protestues. Po në qoftë se protestat e vjen nga shpirti, atëherë je protestues. Shembull konkret. Në Greqi punonte një shofioni në një market. Ai djali ishte aktivist pa lek. Ishte aktivist me shpirt, me ideal. Dhe vazhdon dilte her pas here në protesta të ndryshme, po me thelb në Greqi. Ama paguan të ditën e punës edhe këtij të punësuarit në supermarket, mbyllin supermarketin, imagjinojeni, mbyllin supermarketin, paguan të edhe merrte edhe këtë atje. Dhe një ditë ky djali pasi mësoi gjuhën e bëri një pyetje shokionisht, tani mund ta ndjekaj një ditë të i bie rasti. E pyeti ki, po ti tha, pse del në protestë? Ti shtëpi ke, fëmijë ke, punën dyqanin e ke. Edhe çfarë i përgjigj ki? Unë dal për ata që si kanë, tha, e para punës. Por dal edhe për të drejtën tënde, tha që ta shkelin si emigrant, që të shkelin me këmbë, dhe unë dal që edhe ty të mbroj. Edhe di si ishte reagimi këtij punëtorit shqiptar që ishte i punësuar aty?
që nga ky moment i tha ky, unë do vi prap në protest me ty. Sa herë të kesh protest, unë do jem aty, por ndryshimi do jetë ky, tha, unë më nuk do paguaj, nuk do m'japësh lek. Dhe shkonte vazhdimisht në protest. Tani që ka ardhur në Shqipëri, nuk shkon në protest sepse nuk ka njeri të tillë që t'i pri përpara. Zotin Ela, një nga protestat e cila bëri shumë buj, pra një nga protestat tuaja, ishte ajo e goditjes me vezë dhe kos ndaj eurodeputetit Alfred Beleri. Çfarë mesazhi doni të jepnin me ato protestë dhe me ato goditje që bët ndaj Belerit? Në qoftë se Beleri do kishte ardhur në Shqipëri si qytetar grek, siç ka ardhur herë të tjera, gjitha këto, nuk do kisha qelluar as me kos as me vezë. Se ka ardhur, tu ka qenë, në Tiranë ka qenë, në Himar ka qenë, në Sarand ka qenë, gjithë Shqipërinë ka qenë, për Beleri. Mirë po, është një domethënie e madhe. Ai në Shqipëri po vinte në kuadrin e një delegacioni evropian. Ky delegacion vinte këtu për të vlerësuar progresin e Shqipërisë në drejtim të plotësimit të kriterëve për të hapur, për të vazhduar negociatat me Bashkimin Evropian. Pra, ai ishte jo vetëm si status, edhe si rrugë, se rruga përfaqëson edhe statusin, domethënë janë 23.000 euro në muaj, nuk është gjë e vogël. Plus që edhe ajo tjetra, sa ka çdo deputet i Parlamentit Evropian përfaqëson 1 milion banor evropian, po ta marrësh në tërësinë e saj, Evropën, që nga Uralet ku fillon ajo e deri në fund aty ku është në Lisbonë, në cep në Portugali. Një pushtet kaq i fuqishëm për një njeri si Alfred Beleri, thash edhe një herë, i akuzuar për pjesëmarrje në aktin terrorist në masakrën e Peshkopis, i dënuar për mbajtjen e armëve pa leje në Greqi, i dënuar për dhe kaluar burgun me procedura nga Shqipëria se ka shkuar fshehur në Greqi për të shpëtuar burgun për nxitje të urrëties etnike. I dënuar se është kapur në flagrancë me, ai thot me 600 euro, me 300 euro, me 400 euro. Sado që tjetë, në qoftë se i e kapur në flagrancë duke blerë vota, do bësh burgun zotërinë nderuar. Pra, me gjitha këto, dhe kur vjen puna, Evropa duke na bërë një karshil. Mirë ky, Greqia dhe këta të tanët, po edhe Evropa more, të bëjë një karshilek të tillë, domethënë që do e pranoni sepse u asjellon. Edhe Rama u fut brenda se Evropa, prandaj them se është klasë shantazhueshme politike. Kjo kas, nuk është klasë kjo, soni them se bie jashtë në përbajtje. Kjo kas politike që është shantazhueshme dhe Rama është i shantazhueshëm, sepse ky nuk do e kishte pranuar atë delegacion me Belerin brenda. Mirë po, nga që ata din gjellë dhe për Rama, si din për të gjithë, edhe të tjerë, nga kjo kast, që është molepsur e tëra, edhe ata si duket i vunë kushtje, thanë, ai do vi aty, do s'do ti, edhe ai ndeti brenda në Zyrë. E kur u dorëzua dhe kryeministri, kush do dilte? Një nga populli. Në vend të prishur do thot dikush, me vend të prishur, po dikush do dal atje. Se nuk e kanë lënë ndonjëherë në Shqipëri të bëj si të dojë dikush atje, sepse i dha dikush tjetër atje nga mbrapa mbështetje. Jo, do dalë një shqiptar. Atje dola unë, e kam pritur, nuk e dija se do dilte, se thash do e lajmëroj, nuk po mori mendje se do dalë përballë. Ai doli përballë në gjithë ata tjerë dhe u bën ato. Por mesazhi është në drejtim të Evropës.